Kjo vazhdon të ndikojë ndjeshëm në performancë. Bashkitë që janë mbi 50.000 banorë janë mbi mesataren kombëtare dhe bashkitë të cilat janë nën 50.000 banorë përgjithsisht për shumicën e treguesve të matur janë nën mesatare. Dhe kjo lidhet automatikisht me vetë potencialin që bashkitë kanë qoftë për gjeneruar të ardhurë lokale, por qoftë për të pasur potencial zhvillimi ekonomik dhe aq më tepër për të pasur kapacitetet e duhura për të ndërtuar strategjitë qarta për sa i përket zhvillimit të territorit. 47% e bashkive të vogla në këto 10 vite kanë sfida të theksuara për sa i përket nivelit të shërbimeve. Bashkitë që janë më të mëdha në nivelin e shërbimeve lokale kanë një performancë më të lartë. Që ju i referoheni kur thoni që bashki më të mëdha, më të suksesshme, cilat janë këto vendet bashkimit evropian, që kanë këtë model. Me bashkitë e vogla, kryetarët e bashkive apo kryetarët e komunave nuk i zinte gjumi. Se nuk i linin njerëzit rreth, i rinte derash. Kryetar, s'ka ujë. Tu s'ke shans të trokasësh. S'ke shans ta gjesh kryetarin e bashkisë, nuk ke shans ta adresosh.